Revani kuzhine, kështu I themi ne në gjuhën e kuzhinës, është pjek ashtu siç duhet. Vjen era mjall. Këtu ka marrë 6 kokra vezë, për një tavë mesatare me mbledh gjithë shtëpinë dhe një gotë sheqer, një gotë e zakonshme. Derisa të bëhen një masë, e kam lënë fiks 10 minuta. Ashtu merrem me përgatitjen e marengës, derisa të bëhet marengë. Nuk është lidh tamam, në këtë kohë që është bërë gjysmë e përgatitur, I hedh një lugë çaj me sheqer. Ja dhe marenga u përgatit, është trash, kuptohet që as nuk bi nga tasje. Marr dhe I përzi qik, duke I hodh një pjesë marengë, ose të bardhë veze, edhe një pjesë me miell. Po duke pasur kujdes që ta punojmë nga poshtë lart, që mos e hallakasim, sa ajo bie vëllimi, pastaj kur të arri gjysma, unë do t'i hedh edhe një nga këto soda. I hudh edhe I pjesë kështu. Tashti marr dhe I hudh këta në mes, që t'jetë gjithmonë afër fundit. I hedh edhe gjysmën tjetër, këtë e lej që të lyj tavën në fund. Nuk ka nevojë ta përzij më. Duhet lyj pak tamam, e plot, se merr dhe aromën e mirë revania. Që marr dhe me atë millin që ngeli e pudros. Tani revanin marr dhe e fus në furrë me 200 gradë. Revanin e nxorra në furra, është pjek ashtu siç duhet, e shikoni dhe vetë, sa e pastër del maja e thikës. E kam lënë rreth 42 minuta. Marr 2 gota me sheqer, masi I hodha 2 gotat e sheqerit, ashtu uji I hedh 2 e gjysmë. Sherbeti I revanive duhet jetë pak më I hollë se I baklavave. E lej të marrë val. Sherbeti filloi me marr val. Unë tash do t'i hudh, thon 2 lugë me maj, quhet një lugë komplet. E kam ush me mjalt, tamam, nuk I hudh më shumë. Ajo që e baras për 2 lugë. Unë e fika vatra, tashti e marr dhe heq nga vatra, marr dhe e pres, para se ta përvloj. Vjen era mjall. Revania duhet ishte e ftohtë edhe kjo. E lëm 5 minuta mas valës, jo e përvlume se bëhet balt. Nuk e mulojnë fare tash, unë e lej 4-5 orë, të ftofet mirë dhe t'i hyj sherbeti vend më vend.